Se kërkoj falje në kuptimin që bëra gabim, tha, kështu e dija gabim. Po tash edhe ne jemi, ai mendon gjithë njerëzit ignorantë, por ne lexojmë, shohim fytyrën, shohim çdo gjë, kuptojmë kontekstin e fjalës. Si ishte falje? Ishte i falje, kanë thënë dile kërko falje dhe kërkoj falje. Ka gjë kuptoj, s'ka ne. Përmendi paradë në fund kërcënoi ata që kritikuan. Aty përmendi paradë është thelbi. Është thelbi më. Këto njerëz po blen apo shitë njerëz edhe. Edhe ai edhe përdori. Përdori parat, mos fal, mos reago. Por unë do flas për fëmin tim, jo parat përmendje, për përmendje çfarë doj. Ora kam 22 vjet me që i shërbej 24 orë, edhe do shërbej derisa të mbyllet. Kam lënë thash punët e mia, ëndrat e mia të gjitha, jo vetëm unë, të gjithë prindërit. Se është vetë spektri që ka nevojë për 24 orë shërbim, edhe natën. A kupton, gjithë fëmia im ka që me 15 gushe nuk flen natë, flen 4, me 5, në 8 mëngjesit. Do të rri një njerëz, se shtëpi, korrendi drejt, del në balkon për 8, shqetëson komshicën pallat tash, e drejta ime mbaron aty ku fillon e drejta tjetrit. Kështu që do durohet gjithmonë njëri të rizjut. Me fjalë ne kemi sakrifikuar gjithë jetën, ai na ofendon, thotë i shkëmendur, kërkon falje, aty ke legur gjithë. Unë thash në fillim hajt më po e perceptosh. A kupton kur përmendja aty për mua fik gjithçka. Se kështë mësu të blej gjithë. Sa janë këto pagesa? 120.000 lekë merr vajza ime, është 22 vjeç. 120.000 lekë merr nëna e Jonës. Është 40 vjeç. Nuk paguaj sigurime alla. Këto, ore, e ke parasysh kur të vjen tatimorja në biznes, në lokal, thotë ke siguru punëtarët? Sigurisht. Të merr erzin. Po nëse se ke siguru të vej job. Vej job 500.000 milion, se kanë të larta këto jobat. Shteti jon, kushdo që ka qenë, kushdo që është dhe kushdo që të vi, paguan nënët autizmit 120.000 lekë vjetra dhe nuk u paguan sigurime. Nuk u anjë vite pune. Ti thotë dhe shërbesh fëmijës tënd me kaq lekë të qelbura, edhe nuk do sigurohesh, nuk sigurohen valla. Do shkoj 60 vjet, 65, 70, kujtun se ka çuaj. Ku do si do jetoj? Bashortë ime. A kupton çfarë bën ky? Me çdo që ka lidh ke lekët, ky e kontrollon, do të kontrollojë njerëz me lekë. Si janë as lekë, është lëmoshe. Kocka pra thash çfarë? Edhe është kos, me të hedhi kos. E kuptoj. Pa fjalë, Armando, të lutem. Edhe fëmijët me autizëm nuk janë ofendim. Janë pasuria jonë, janë dhurat prej Zotit që na ka dhënë neve. Edhe unë do flas derisa të kem frymën e fundit për fëmin tim. Nuk lejoj kërkënd, unë nuk kam çfarë bëj, as nuk kam ndërmend të bëj asgjë, por drejtën e fjalës nuk më mbyll dot ai, as me koska që lëshon, as me atë faljen hipokrite që. As me TikTokun e mbyllur. As TikTokun e kam hapur, me VPN, nona TikTokun e kam hap, jam kundra ligjit, hajde merrem po të bërg, ta bun ka lega ti. E lëm. Ngreti problemin TikTok që do bëj se m'dolen shtek. Ai ngreti problemin TikTok që e bën për të mbrojtur fëmijët tan. Po. Fëmijët tan u tha ikni në YouTube, shihni fotot e mia laguriq. Po. Është kontradiktor me veprimet veta. Është kontradiktor me veprimet, çfarë ti thosh aty? Armando, për të rikthyer pak te fusata, ti përballesh gjithashtu me realitetin terren, po ke edhe një ushtri, duhet të ketë veçanërisht qarku Elbasanit një ushtri shumë problematike përballë, nga patronazhimi te ca element kriminal.